është botërori cilën ne jemi fatlum që mujmi me pa ndoshta botërorin e fundit me pjesëmarrës Lionel Messin, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar. Për mu ndoshta pa pyk dyshimi ka mujt me qenë edhe Karim Benzema, për shkak se janë lojtarë cilët me vite kanë dhënë shumë për futbollin dhe kanë qenë pjesë kryesore e aktrimit futbollit në këto vitet e fundit. Edhe është kënaqësi me pa sot Messin, Ronaldo, Neymarin ose edhe Modricin në pjesëmarrje të kampionateve botërore, tu u mundu edhe në këtë moshë pas gjithë atyre trofeve me dhon maksimumin edhe me bo shtetin e vet krenar. Është e zakonshme, është shembull shumë i mirë për të tonë, është shumë i mirë edhe për neve që ndjeshim edhe merremi me futboll, se si një lojtar i cili ka mri gjithçka, çfarë përpjekje bën, çfarë sakrifice bën në kampionat botror për shtetin e vet. Kjo që cila duhet me qenë pikë referente edhe për neve për me ndërtu gjeneratat në tashme. Sa përket duelit Messi dhe Ronaldo, për mu krahasimet nuk janë shumë referente për shkak se të krahasësh dy lojtarë cilët kanë arritur gjithçka në futboll dhe na kanë surprizuar gjithë këto vite, nuk është shumë reale. Si individ dallojnë shumë, si pozicione dallojnë shumë, edhe për shembull në situatat të caktuara është besoj që ka shumë më të vështirë Ronaldo me u gjind në pozicionin ku lun, edhe me qenë në kontakt me topin ose me qenë i efektshëm se sa Messin e pozicioni cilin lun, mënyrë dhe stilin cilin e ka lujt gjithmonë, për ta është shumë më lehtë, më decisive dhe me pas më tepër golla, më tepër asiste, ndërsa Ronaldo është lojtar boksi për momentin sulmues i cili gjithmonë është i markun, për një apo dy individi ka lojtar në shpinë gjithmonë me shpinë ka golla, gjë cila atë bën më të vështirë realizimin e gollës. Për mu dallimi është këto. Më duket që shpejt po harrojmë çka ka bërë Ronaldo, çfarë niveli është Ronaldo. Domthonë tu e pa se si ka luajtur Ronaldo vitet e mëhershme, ka qenë një winger që ka zgjidhur situatat me shpejtësi, ka qenë shumë i mirë në ajër, u kon decisiv për ndërprerjeve, për asisteve. Tash roli i tij është lojtar boksi, i cili gjithmonë është i markuar, i dyfishuar prej lojtarëve kundërshtar. Ne e dim në aspektin futbollistik se sa vështirë është me qenë sulmues, edhe kur ti e ke një lojtar gjithmonë shpinë, ndërsa Messi e kemi pa, ai nuk lëviz shumë, del gjithmonë mes linjave, merr top. Për shembull, edhe kur ka ekipi kundërshtar topin, shkon me një zonë kur ka më pak ngarkesë lojtarëve që me qenë gjithmonë më i lirë. Nëse nuk mundet me marr top, vjen te Messi fushës edhe kthehet, edhe kur jeti i kthyn me fytyrë ka porta kundërshtarit i ki shumë më të lehtë me lujtë, pastaj ky ka të lindën ata që edhe pasin e fundit edhe lojën e mirë, po mi kemi pa. Për shembull, Messi i kampionatit si vjet me Messi në kampionatit viteve tjera ka ndryshon shumë ti. Ala nuk e pa në që ka kaluar një dikon një me një. Ose që u hi një me një. Për shembull Messi nuk ka pas probleme kaluar një me një.